Gjithçka ishte bërgati që të fillonte, ashtu siç po i shihni këtë pamje, shumë njerëz erdhën për një rast kaq unik dhe të rëndësishëm. 36 vite punë dhe përkushtim maksimal për të bukurën. Bëhet fjalë për ndërimin e lokacionit të Studio Sheholkat. Niko Qirët, zonja Naile dhe Nevrie mirëpritën klientët që ishin në numër të madh e që erdhën për të nderu këtë datë kaq unike që do të bëhet gjatë në mend. Në Zoom ju sjell një histori suksesi nga motrat Sheholle. Po e nisim nga fillimi. Këta tinguj të bukur paralajmëruan befasi. Shiu dihet më, thonë që është bereqet. Të nderuarat zonja filluan me pozat e tyre ku secila më e bukur se tjetra, i gëzoheshin dhe njëkohësisht krenoheshin suksesit të mikeshave të tyre. Bën një shtëpi e dytë, një vend takimi, një pikë mbështetje për shumë prej jush. Sot me emocionet e përziera, largohemi nga një vend që na ka shërbyer për kaq shumë vite. Por nuk po e mbyllum një kapitull, po e hapim një të ri. Dua të falenderoj çdo klient që ka kaluar bragun tonë ndër vite. Ju jeni arsyeja pse kjo studio ekziston. Faleminderit e stafit tonë të mrekullueshëm, bashkëpunëtorëve të shumë dhe familjes tonë për mbështetjen e pakushtëzuar. Faleminderit që jeni pjesë e këtij fillimi të ri. Pa ju, ky moment nuk do të kishte kuptim. Ju dua! Pas fjalimeve goxha emocionuese erdhi momenti shumë pritur. Ai fishek zjarreve ku shënon një sukses tjetër të organizatorëve që e duan këtë shumë punën që bëj. Me pak fjalë, një shembull tipik ku pasioni bëhet dhe profesion. Hajt më thoni ku ka më lumturi se kaq. Ju lëm në shoqëri të disa pamjeve derisa të vi momenti që të gjithë po e presin, sigurisht intervista me 2 pronaret Sheholle. Kemi shumë emocione, është një ditë me ndjenja të përzime, mirë po normal që me punën edhe të në këtë rrugtim të gjatë 36 vjeçar kemi arrit deri në këtë pikë, kështu që ne do të jemi të njëjtat, do të japim të njëjtin emocion dhe të njëjtin dashuri, përpos se lokacionin e kemi ndru kur gjë tjetër. Ishte një emocion shumë i veçantë, kur i pasha gjithë këta njerëz që janë pjesë e shtëpisime, nuk është thjesht një sallon, është shtëpia e gjithë secilit që ishte këtu pranë, prandaj kishta shumë emocione, sikur tani që po kam. E po kuptoj që emocionet janë pjesë e këtij momente, ato për në Zoom thonë se ky ndërim ka qenë mirë menduar për klientelën që të ofrojë një komoditet dhe hapësirë më të madhe. Por kujt i dedikohet gjithë ky sukses, këtë rrëfejnë motrat. Prindve tonë të pari, edukata e tyre të cilët ne kam përcjell, besoj që ajo është maja e suksesit tonë. Edhe çdo ditë e shoh, me kalimin e viteve këta e shoh shumë më shumë. Vjen keq që ata sot sjellin në këtë botë, ta shohin këtë rezultat, por kemi motra, kemi vëlla, kemi familje shumë gjonë që do të krenohen me sukseset tona. Ky sukses, si tha motra, prind që janë ata që s'mën, edhe tjetra është familja ime që më mbështet mua çdo. Gjithashtu kemi edhe bashkëshortit, fëmijët, nuset, nipat, mesat. Ata na japin shumë vullnet, beson. Nuk munguan as personazhet publike ku mes tjerash dallojmë. Anita dhe Lola Haradinaj, Ganimete Ashanica, Ganja, Diola Dosti e të tjerë. Kjo e fundit për emisionin Zumi tha për shtypjet e saj duke i di që bashkëpunon me Sheholkat. Kemi kesha ime, një moderatore më tregon që Sheholkat janë për ty. Isha shumë skeptike, po thash okej, në rregull, dhe kur jam rregulluar për herë të parë, kam parë që më kanë nxjerrë më në pa ato elementet e mia natyrale dhe nuk më kanë ngarkuar.
Dhe nga ai moment kam fituar atë besimin, përveç faktit që këto të trajtojnë me shumë dashuri, të lastojnë shumë, ashtu siç kam pak qefun që domethënë mos të mungoj ajo energjia e bukur e dashurisë. Ma kam pritur jashtëzakonisht mirë, edhe nuk i ndroj, jam shumë e kënaqur. Sa herë që i postoj them duar artat e mia shehollkat. Patjetër që shumë sukses, lart e më lart, e kanë merituar sepse ato kanë shumë vite që punojnë. Shiko, ka shumë njerëz që punojnë, por është ndryshe të punosh me pasion. Dhe atyre ju lexohet pasioni në sy, edhe në duar, edhe kur punojnë buzëqeshin. Kështu që vetëm lart e më lart, shumë suksese. E në këtë storje ka që emocionuese ku ky rrugtim i gjatë u kurorëzua me një super ambient. Nuk ka si të mungoj një ndër punëtoret më të vjetra të shehollkat, e cila është pjesë e stafit prej më shumë se një dekadë. Për në Zoom ajo i thot për shtypjet e saj për mbrëmjen e sotme. Unë jam Flora, jam punëtorja që punoj në saloni shehollka që 14 vite, jam ndër punëtorët më të vjetra në salon dhe kemi një staf të mrekullueshëm, punojmë aq bukur, aq mirë, lokacionin e kemi ndru. Tash gjendem në Dragodan, jemi të njëjtat, stafi është i mrekullueshëm, po ashtu janë edhe Ilja dhe Nevria janë ato që na kanë mësuar me punu dhe me kanë to që jemi. Ambient të mahnit me elegancën të shijen e rafinuar, çdo detaj është mirë menduar me kujdes për të krijuar një ambient të ngrohtë dhe komod, ku bukuria bashkohet në harmoni perfekte. Sigurisht kjo bëhet e mundur fare lehtë, fal klientelës besnike që ky sallon vazhdon të ketë ndër vite. Materialet të përdorura janë cilësore dhe të zgjedhura me stil, si druri dhe ngjyra zezë shkëlqyer, duke i dhënë hapësirës edhe një ndjesi ekskluziviteti. Dritat e buta të ambientit theksojnë bukurinë e mobiljeve moderne dhe elementeve dekorative artistike, ndërsa ngjyrat neutrale dhe të ngrohta mbushin hapësirën me një ndjesi qetësie dhe rafinime. Çdo pjesë e këtij ambienti tregon për kushtimin ndaj detajeve dhe dëshirën për të krijuar një vend ku komoditeti takon stilin më të lartë. Në këtë hapësirë luksoze, çdo moment do të bëhet një përvojë e veçantë, ku bukuria dhe funksionaliteti bashkohen për me ofruar një ambient të përsosur që të kryen sa më lehtë e thjesht shërbime të shumta që shehollkat ofrojnë. Grem që të bën të dukesh si yll edhe pa filter. E po këtë e gjeni tek shehollkat. Mirë se vini në lokacionin e ri.